Në një vend si Yni, ku njerëzit përballen çdo ditë me vështirësi ekonomike, probleme sociale, stres, ankth e sëmundje të ndryshme, ndodh që në momente krize identiteti, shumë prej tyre gjejnë stret e besimi. Sepse për njerëz të brisht, të lodhur nga vështirësitë dhe hallet, të besosh është një dritë shprese. Por kjo që do t'ju tregojmë sonte, në realitet është një gratë që e thellon edhe më shumë dhimbjen. Pasi kemi të bëjmë me shfrytëzimin e besimit në formën më të keqe nga individ që prezantohen si shërues të shpirtit, premtojnë se largojnë magjit, shërojnë sëmundje dhe japin qetësi përmes riteve dhe plurave të çuditshëm që këta persona i përzihen me fen. Si në rastin e Dritambeqirit, këtij pseudo-hoxhi i cili pretendon se ka fuqinë për të hequr magjit përmes recetave të tij. Që në fakt janë pseudo-formula të krijuara me pluhur sidri, vaj ulliri dhe fjalë të ëmbla që bindin personat e dëshpëruar se shpëtimi është në duart e këtij individi. Por çfarë fshihet pas këtyre riteve? Si operon bamirësi ynë? Për ta kuptuar më mirë udhëtojmë drejt Lushnjës për të parë nga afër këtë mrekullibërës. Vendi i mrekullive është një hyrje pallati, aty ku gjatë pritjes bisedoj me një person që po pret takim me pseudo-hoxhën. Pa më e merr një shishe ujë, një shishe vaj, ulliri. E çfarë bëre me këto shishe? Ujin e kafe nuk se shpish. Po vajin e pinim ne. Punë. Vetëm dhe ato gjëra që të pëlqej, kupton? Unë kam besim. Unë kam gruan s'ka besim. Dëgjoj gruan më mirë. Pas kësaj bisede të shkurtër ka ardhur momenti i bashkëpunëtores tonë për të takuar me bamirësin, i cili në raste të tilla kur përballë ka vajza të reja, tregohet korrekt, duke futur gjithmonë në dhomë një person të tretë, që në këtë rast është ndihmësi i tij, i cili në realitet është roja i parkingut përballë pallatit. Dhe pasi ndoqëm rregullat, futemi direkt në temë. Kam njohur djeme, kam qenë 2 herë, po thuaj se gati duke u fejuar, dhe nuk e di. Dhimbje koke ndonjëherë. Mbajta të ndonjë, janë 2 minutash. Ne shqetësim në gjokës, nuk si, me mes koke kënë, mes një stet, për njësi, me negative, kujtesa, për shkullës, që nuk banë vend. Ndonjëherë. Çfarë mund të mendojë një besimtar kur dëgjon që suret këndohen me të tilla rituale nga persona që nuk kanë as pak lidhje me besimin? Mënyra e trajtimit të Kuranit dhe mënyra e një pjesë nga Kurani fisnik familjar, ishte jashtë çdo lloj komunikimi me personin, komunikimi publik dhe jashtë çdo lloj etike, qoftë fetare, por edhe etike njerëzore. Pra mënyra se si pretendon ai, apo lloji i këtij që për fatin e keq nuk janë të pakt, nuk do të them hoxhallar, kurse si. Absolutisht, gabimi i madh kjo është. Këta janë të aftë të manipulojnë cilin do person apo persone i cili mund të ketë shqetësime të kësaj natyre. Nga rituali i parë, shpejt kalojmë në simptoma ku dyshohet për diçka më të rëndë. Përballë syve tanë na ofrohet një shishe me pluhur, si zgjidhje për çdo hall shpirtëror. Ky është pluhur stikli. Është punë për probleme fetare, për magjive, syri. Familjarisht. Edhe në vedona, të ma frikër dhe brinata. Mirë është nëse para pak shkrim, si është më mirë, së gatë, se, Spërkasim qik studion, edhe kamerën. Po nga se vjen kjo, ti mendon se unë kam magji, apo? Kjo vjen nga syri, do më mos i tërkohë, ma vetë dhe se kujtë lidesh me një person. Ska që të marrë nesh. Për shtoj një, për të lidhë. Syri, me më qatë kartësën, sërë dhe në amësën njësë, me shkinë, kohë, mesi, pulli barë. Arë këmi mendime negative, të ndajtë shërjet, duke të vede se kohë, merje, dhine gjë, dhe të dërë të kesh Kur'anë. Akubillahi në semi këtë bibli në shëjtani rajim, bismillahirrahmanirrahim, i pastron në magjit. Gjithë format, a vjen që të si gjallë, vjen që si të 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 kur i kjo forsa negative, atë është normali. Pas vetëm 3 minutave bised, pseudo-hoxha ka dalë në një diagnozë. Syri i keq. Sikur ta dinim që do ndodhte. Allahu Akbar. Keq i syri shbër. Vërtet? Po, vërtet. Se në vërtet, shkëma liri. Jo, nuk e dyshojmë as pak këtë. Këto e vejme të shkla, për hirë të thotë. Së në detyron, as gjeje, as mashtore dhe kanë, se në vërtet, ata që mund të tojë. Sa dhije kanë. To tojë më jemi si gjere. Më kanë marrë në sysh. Ma si për në vejë, Mësa po e farë.
Shpërmen me Zotë sa më shpesh. Edhe, kleve 6 kg ujë dhe afi e gjithë. Po qa lidhje ka Zoti me 5 kg ujë, o Dritan? Me qëllim që pastrove. Kërë djeme dhe mos kokët gjohë dhe suret, pinga në ujë. Kjo është suret. Përdojnë tjilë e vrapë të gjithë botën. Në mungesë të tij për disa ditë, Hoxha Bamirës porosit ndihmësin që t'jap lëngun magjik njerëzve që do të vinë për ndihmë. Dhe si ku dhe ne gati ta, dhe t'i gati nëse shqitëvojnë më lukë, kur bjene jamë që i jetë, ku dhe ujtë dhe vajtë. Këtë vajtë mund shto që për ne pikë dhe vajtë, atyre tjera. A kanë efekto nëse jep dikush tjetër veç të apo? Të gjithë familje dhe pjerë, një dhe të është, se kalë, në moment që e pjerë për një kopit, largohet është, ose në moment që të familje largohet. Po mirë, një gjë nuk e kam të qartë. Këto gjindet kur i përzën nga shtëpia, a mos shkojnë te një shtëpi tjetër? Se kështu i bie qarkullim gjindesh. Ku ngelet bamirësia pastaj? Ndërkohë, shpëtimtari nuk mjaftohet vetëm me hallin ton. Ai nis të tregojë edhe histori të njerëzve të tjerë që kanë kërkuar ndihmën e tij, duke zbuluar probleme familjare apo sekrete të jetës së tyre private. Vetëm pak momente pas largimit, ai nuk vonon të cënojë privatësinë dhe dinjitetin e atyre që e kanë besuar. Unë kësaj kishtë të gjitha. Kërë vajzë dhe kërëshjas. Ka vajzë dhe mahë. Ka një një që problem, në hapë, punojnë në kënënë të mështë të në qëtanë. Të qëtanë. Në fakt, këtu ka të drejtë. Me gjitha ato paraj që i vjedhin pleqve italian, vetëm shejtan mund t'i quash. Por këto janë histori të tjera, një lloj si historia e dytë që do të nisë tani. Për të kuptuar nëse ky person ka një praktik fikse të përsëritur tek çdo hallexhi, dërgojmë atje një tjetër bashkëpunëtore bashkë me vjerrin e saj, i cili në fakt është kameramani ynë. Vajza ka probleme bashkëshortore sepse burri është në emigrim dhe raporti në çift ka pasur krisje. Një histori e zakonshme tek shumë çifte që përballen me distancën dhe mungesën e komunikimit. Kam 5 vite martuar, kemi shumë mosmarrveshje. Ka një vit që ka ndryshuar fare, ka thënë do të bëj letra, po më thanë. Në përpjekje për ta normalizuar situatën dhe për të rritur besueshmërinë, bamirësi nis një rrëfim personal. Një teknik tipike manipulimi, duke e veshur veten me të njëjtën sëmundje shpirtërore. Ai krijon ndjesinë e afërsisë dhe besimit. Njeriu ka disa arsye të forta, sepse edhe unë më pëlqen i kam kaluar provat e gjinëve, nuk kishte një shtifikim. Ka një arsye të fortë. Dhe ky në këtë rast sa arsye ka? Se 5 vjet nuk mos i gjatë 5 vjet. Në këto kushte, kur nuk ka as pak vend për arsye njerëzore, Dritani i propozon vajzës diçka që mund ta ndihmojë të zgjidhë problemin. Unë do të këndoj që të këndoj dhe e përën në dua për ata. Po problemi është, do të ketë prezent. Persone që ka magji apo ka probleme sociale. Kjo në gjuhën e psikologëve quhet terapi çifti. Po a e di shëronjë si hyn këtë? Vështirë. Këta ujë në të beshën 20 kg ujë, edhe e pi. Familja rëmështë, edhe që këvaj më të më rata po këskedimi. Ka shpet kam qenim më sprova asë po këtë më gjimë. 6 vjetë të pa. Dhe gjohë, me emi së të kanë. Më të shku. Më kisë me fatë. Bazë të silë, bazë të shminë. Po si shpjegon kur vjen këtej vetëm të dhe. Ky është momenti kur një problem i zakonshëm që kërkon komunikim dhe mirëkuptim thehet në provë se dikush është në ndikimin e djallit. Tu bëj lukja. Jo të ashtë të ata si do një herë që djalin kur... Si do të herë kështë në bëjë, është të dhe në Afrike. Dhe shkoj pita një sonë, po që vetë të një kërpura. Këtu kuptojmë që Dritan Beqiri është një bamirës ndërkombëtar, bëmat e të cilit kanë kapërcyer Adriatikun. Prandaj të gjithë kërkojnë ta imitojnë. Kam shkuar të njërën të janë asë gjë nuk më bërë. Po, është të faksorës. Po, një grua ishtë. Se do të nëzirë turin e kokës farë. Njëre për një përdo. I qatë të shë kam në fikë, nuk e një vajtë shë kam. Nuk e një vajtë të në të bëja. Po, më kërkoj edhe fotografi. Duket qartë që ka një konkurrencë të ashpër mes këtyre heronjve që luftojnë me gjindet, aq sa të gjithë fajsojnë njëri tjetrin. Por tani le të mësojmë pak simptoma që jep gjindi i magjisë. Gjindi i magjisë jetë dhime më qafë. Turë të mishë, luksë, të barë, mesë, mendime negative, ole në dhe homo po. Duke se me tonë kohë, duke se kur s'keta artë, duke se kur s'keta gjithë kërpisë. Kjo i mjafton pseudo-hoxhës për të thënë me bindje se vajza është e pushtuar nga gjindet dhe me rrugë që ai po bën, tenton ta bindë se gjithçka po ndryshon. Pavarësisht se bashkëpunëtorja jon ka hyrë aty plot shëndet, pa asnjë shqetësim apo mërzi. Ti je në efekt në kontë.
I me rëndë ke këto simptoma. Kur hyn mbrëmja ti ke shtërnim gjokst. Dhimbje mas kokë, këto të forta, këtu ta marrë të qatë spina. Vjen i rëndë. Shpinë edhe gjokst. Ti të truri fare. Së dhe një të shërëvuzmi. Shërëvë të prendër të qia, qenë të gjakuin të zetë, shkurë të prapë. Unë bëj qener, bëj kuaj me qizme meksikan, bëj breshka dhe zhaba në alqi. Unë ka provo shumë të të. Për dhe edhe i të shkurë, ashtë shumë të të vinë në të negativë, ojnë le. Po jetoj gëtë, kështë ta. Ta dhe njërës psikopati këto, që kejtë të në muan në usë të Dha njeri përsa unë të shumë kërë. Të fshë, rrasë të kejtë. Unë jam 5 kilometër larg. Psikopat, kafsh, racë e keqe. Ky nuk është tamam fjalori një personi që pretendon të jetë hoç që shëron shpirtra. Fakti që nuk ka një tarif për shërbimet që bën nuk do të thotë se nuk përfiton, por përtej diskutimit financiar, problemi i madh me këtë individ është shpresa e rrem që u jep personave me probleme të shëndetit mendor, të cilët në tentativë për heqjen e gjindëve humbin kohë me një person të tillë dhe nuk ndjekin kurat të rekomanduara nga mjekët specialist. Këta janë manipuluesit e radhës dhe të kohës. Është e gjitha afetare. Dhe ky është problemi më i madh që shkakton ky sharlatan tek njerëzit. Zoti Biçeri, përshëndetje. Avi Mema, gazetar nga emisioni Pirania. Ju thoni njerëzve se janë pushtuar nga magjit, por mbi çbazë fetare apo mjekësore arrini në këtë konkluzion. Atëherë dietarët islam kanë dhënë konkluzione se një person i cili është ndikur nga magjit ka disa simptoma. Ankthje në gjokë, dhimbje koke, nervozizëm, pagjumësi. Dritani flet për dietarët një lloj si dikush te klubi lagjes të flet në emër të mjekëve dhe të thotë se çfarë kure duhet të ndjekësh. Ku arrini ti kuptoni këto simptomat e njerëzit? Sepse shprehen vetë personat. Si shprehen personat? Unë i pyes çfarë problemi keni dhe ata thonë kemi Do me thënë ju pas një analizë, pas një kontroll, arrini konkluzionin që këto njerëz janë të pushtuar nga magjit vetëm nga simptomat e tyre. Po, normal. Vajzës i keni thënë se është e pushtuar nga magjit. Jo, si kam thënë vajzë. Ti je në efekt në pat. Çfarë janë këto simptoma që ju përmendin njerëzit? A nuk janë probleme shëndetësore? Ato janë disa simptoma që shkaktohen nga magjit. Magjia përmendet në Kur'an. Dhimbja e kokës shkaktohet nga magjia? Po, sigurisht. Ju jeni mjek, jeni psikolog, çfarë jeni që arrini në këto konkluzione dhe t'ju thoni njerëzve që janë pushtuar nga magjit vetëm nga simptomat që kanë? I pyesni më parë këto njerëz, a kanë ndonjë shqetësim? I pyes. Ato mund të kenë probleme tjera sociale. Çfarë probleme? Sepse unë nga marrë në psikologji normalisht që i flasë për aspekte psikologjike. Nëse është për doktor, për mjek, atëherë kam këshilluar te mjeku. Këtu ndeshemi me një fenomen ku feja dhe shkenca hynë në një paketë bamirësie me rezultate të shkëlqyera. Prandaj edhe fama e dritanit ka shkuar deri në Itali. Ne jemi besimtar, unë jam musliman dhe mundohem t'ja lexoj hallin tjetër. Zoti Beshiri është besimtar? Është musliman? Këtë nuk duam ta vëmë në dyshim. Por në të tilla raste, a mos duhet një shkollim i specializuar dhe një autorizim nga komuniteti të cilit pretendon se i përket? Këtë na e sqaron më së miri kjo shkresë e komunitetit musliman shqiptar, sipas së cilës zoti Dritan Beshiri nuk është pjesë e stafit të këtij komuniteti, nuk ka qenë dhe nuk është i regjistruar apo i njohur nga institucioni i tyre si hoxha apo imam. Ata shprehen se nuk disponojnë informacion mbi shkollimin e tij fetar, pasi ai nuk është pjesë e organikës së KMSH. Ai nuk ka autorizim nga KMSH për të kryer rituale fetare nëpër xhami, si dhe nuk ka licencë të lëshuar nga ky institucion për ushtrimin e shërbimeve fetare. E kupton që ju mund t'i dëmtoni këto njerëz sepse këtu mund vi njerëz vërtet me probleme shëndetësore. Edhe i kam atestuar te doktor, nuk besoj se ka ndonjë shkelje të kushtetuese ose në mashtrim që bëj. Se përderisa unë nuk të kërkoj lek, nuk më ndin fare për të. Qëllimi nuk është tek lekët, është tek fakti që ju po i dëmtoni psikologjikisht, emocionalisht dhe nga ana shëndetësore këto njerëz. Një doktor vetëm nga simptomat nuk mund t'i thotë një personi ke këtë sëmundje, por kryen analiza, kryen ekzaminimet e duhura. Ju çfarë ekzaminime shkryeni? Leximi pjesë Kurani. Nuk më intereson fare. Interesi im është për hapim islamin. Mi dhe ç'është njerëzit? Shërimi si vjen nëpërmjet leximit kuranor, kështu shërohet njeriu. Nëse është probleme shëndetësore, le drejtohet mjekut. Por rastin ton pse nuk e keni drejtuar tek një mjek me shqetësimet që ka patur? Po s'm ka thënë gjë pra. Ti ke magji, ke gjinën. Në qoftë se ti ke këto simptoma, ti vetë ke paur. Ti më Ti ke gjinën, nuk më përmendet doktor. Unë e kuptoj shumë mirë qëllimin e ju gazetarëve. Kush është qëllimi jon? Qëllimi juaj është me diskredituar njerëz. Kjo është e vërtetë. Qëllimi ynë është të diskreditojmë çdo që përfiton nga dobësia e personave në nevojë. Dhe ky pseudobamirës është një prej tyre. Si është e mundur që nuk e keni pyetur avuan nga ndonjë sëmundje? Ndoshta ka qenë
nëzitimi im ose... Mendoj që kjo është pyetja kryesore që duhet i bëni kujdo që vjen në derën tuaj. Sigurisht që ja bëj, i pyes për Zotin, për ditë i pyes. Njerëz gjallë, gabim është. E pra, gabim është. Këtë po mundohemi të shpjegojmë edhe ne. Duhet jeni shumë të kujdesshëm në mënyrën si trajtoni njerëzit. Shumë i kujdesshëm jam, sepse mbi gjitha kur vihet në lojë fati i shëndetit tyre. Jo, përderisa unë i kam punë në rregull me Zotin, nuk më ndjen fare. Do të thotë që s'ti intereson shëndeti njerëzve, mjafton të jeni mirë me Zotin. Sigurisht për t'i bërë mirë i bëj njerëzit. Të gjithë njerëzit hoxhallarët në Shqipëri edhe në diasporë bëjnë rrugë. Biles ata i bëjnë me pagesa, unë i bëj pa pagesë. Ju jeni autorizuar për t'i bërë këto? Unë kam mbaruar studime. Çfarë studimesh keni mbaruar? Islame. Ku e keni mbaruar studimet? Kam mbaruar këtu në Shqipëri, kam mbaruar me arab. Në cilën shkollë? Ka shkolla të ndryshme. Shkolla të ndryshme? Këtu duket se pseudo Hoxha është pak konfuz për të shprehur se ka një master në pluhur sidri dhe një doktoratur në xhind. Kjo është domethënë kënaqësia ime për shërbyer për hir të Zotit. Ju direkt keni dalë në konkluzionin se dikush është i pushtuar nga magjit. Jo, unë kam thënë të gjithë. Kjo është një praktikë shumë e gabuar. Nuk duhet ju thoni njerëzve që janë të pushtuar nga magjit kur realisht njerëzit mund të kenë probleme shëndetësore. Nuk duhet ta bëni këtë gjë, duhet t'i udhëzoni njerëzit në rrugën e duhur dhe jo t'i friksoni për gjendjen e tyre shëndetësore.